Bashkësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Bashkia Islame e Bosnjës së Hercegovinës nënshkruan një memorandum bashkëpunimi. Memorandumi u nënshkrua nga kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, dhe kryetari i Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, Reisul Ulema Dr. Husein Efendi Kavazović. Krerët e dy bashkive fetare vlerësuan se ky është një hap kyç për forcimin e lidhjeve vëllazërore dhe themelimin e bashkëpunimit institucional ndërmjet dy bashkive islame më të mëdha në Ballkan. Ky memorandum definon bashkëpunimin në shpjegimin burimor të Islamit, bashkëpunimin në mes dy institucioneve, bashkëpunimin në mes fakulteteve të shkencave islame, bashkëpunimin në mes të shkollave të mesme, medreseve, si dhe bashkëpunimi në shumë sfera të ndryshme, si që është dialogu ndërfetar. Biseduam në mënyrë burimore edhe për angazhimin e dy bashkive islame në dy shtete të cilat janë multinacionale dhe multikonfesionale për të dhënë kontributin ton të jashtëzakonshëm në kultivimin e vlerave që na bashkojnë, në veçanti në kultivimin e paqes, solidaritetit, tolerancës, si dhe bashkëjetesës në përgjithësi. Ne mendojmë se ky kontribut i bashkive fetare islame mund të jetë një shtyllë e fuqishme për të qenë në shërbim të paqes, jo vetëm në Ballkan, por edhe më gjerë. Kryetari i Bashkisë Fetare të Bosnjës së Hercegovinës, Dr. Husein Efendi Kavazović, tha se ne jemi vëllezër sepse një kohë të gjatë kemi qenë një bashki. Ai falënderoi Reisul Uleman dhe muftitë e Bashkisë Fetare Islame për gjithë ato që bëjnë që edhe bashkia bosnjake në vend të gëzojë të drejtat e barabarta dhe është pjesë e pandare e Bashkisë Fetare Islame, që edhe ata japin kontributin e tyre të çmuar për zhvillimin dhe ngritjen e jetës fetare në vend. Mi smo spremni kao, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Ne jemi të gatshëm si Bashkësi Islame në Bosnjë dhe Hercegovinë të japim kontributin e plot që këto dy bashkësi tona të bashkëpunojnë mbi bazën e mirëkuptimit, respektit dhe vlerësimit të ndërsjellë. Dua të theksoj se në Maqedoninë e Veriut jeton edhe një komunitet bosnjak, pra jo bashkësi etnike të cilës i përkas edhe vetë. Jemi me të vërtet të lumtur që në kuadër të Bashkësisë Islame, xhamatët tan bosnjak të Maqedonisë së Veriut marrin pjesë në mënyrë të barabartë me xhamatët tjerë dhe se zhvillojnë identitetin e tyre etnik, kulturor dhe fetar së bashku me muslimanët e tjerë në Maqedoninë e Veriut. Përveç nënshkrimit të memorandumeve për bashkëpunim, në takimin u bisedua për shumë çështje me relevancë për besimtarët muslimanë të dyja vendeve dhe u shpreh gatishmëria të dy palëve që në të ardhmen të thellohet dhe zhvillohet edhe më shumë bashkëpunimi mes tyre.